Mbrëmjen e së premtes në Vlorën e vjetër Muradije është zhvilluar nata promovuese, e cila i paraprin çelje zyrtare të festivalit Aulona Interfolk Festival edicioni 17. Një event ky që organizohet me mbështetje të Bashkisë së Vlorës, Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Qendrës Kulturore Aulona, nën kujdesin e veçantë të Sejmen Gjokolit. Zgjedhur të zhvillohet nata promovuese e këtij festivali në Vlorën e vjetër Muradije për shkak të historisë që përfaqëson ky vend, por edhe atraksioni turistik që është kthyer për qytetin pas projektit rehabilitues të zhvilluar aty. Ky festival, përveç se pjesës së performansave folklorike me folkun e vendeve nga grupe të vinë, ka edhe dimensionin e turizmit kulturor dhe atë historik. Në çdo edicion bën kujdes të promovojë pjesë të ndryshme të qytetit, por edhe të rrethinave, si atraksione turistike. Eventi është vlerësuar maksimalisht edhe nga qytetarët e Vlorës, por edhe nga turistët e huaj, të cilët kanë mbushur shershin e Vlorës së vjetër Muradije për të ndjekur këtë festival. Shumë e bukura, më pëlqeu shumë me një dhe dashuri të paparë. Kosovarët janë miq tanë që ne i duam dhe i vlerësojmë shumë. Si duket ky aktivitet? Shumë i bukuri. Të marrësh pjesë në këtë aktivitet është një kënaqësi e madhe. Te Aulona Folk është një festival tepër i bukur, tepër i magjishëm dhe shumë me atë dhe dashuri për këngët dhe vallet kosovare. Hello! Where are you from? Philippines. I like it, Vlora? Yeah, 2 years here. 2 years living. I like it. Yeah. This is my second time. Last year I watched also. Shumë bukur. O kënaqemi shumë. Shikuar Vlorës këto aktivitete? Vlora e meriton për këto aktivitete dhe na bëhet qefi shumë që jemi këtu në Vlorën historike. Çfarë të pëlqeu më shumë sot? Të gjitha këto kostume shumë ngjyrshe. Ngjyrë shumë e bukur, shumë e veçantë. Të pëlqeu aktiviteti? Shumë fare, shumë. Jemi kënaqur shumë. Kush pëlqeu më shumë? Çfarë pjesë të ka pëlqyer më shumë deri tani? Pardon? Çfarë të ka pëlqyer më shumë deri tani? Vallai të gjithë. Shumë bukur. Mirë. Po të pëlqen shfaqja sot? Shumë mirë. Na pëlqyen edhe shumë bukur janë. Na pëlqyen edhe bravo i qof. Bravo. Në kuadër të promovimit të vlerave historike dhe atyre turistike, këtë të shtunë, çelja zyrtare e festivalit Aulona Interfolk do të bëhet në orën 18 në sheshin përpara Bashkisë së Qytetit, ku do të jenë prezent të gjitha grupet me 320 festivalistë nga vende të ndryshme të botës, si Italia, Gjergjia, Kosova, Polonia, Maqedonia e Veriut dhe Ukraina.